Unë jam Naim Hasani, jam avokat me profesion në Londër që 20 vite. Është kënaqësi e jashtëzakonshme që jam në Shkodër, që kthehem në Shqipëri, kthehem në Shkodër, kthehem në Malci, kthehem në shtëpi. Është absolutisht privilegj për mua të jem pjesë e skuadrës të demokratëve Euro-Atlantik, të jem pjesë e demokratëve të Shkodrës, të pjesë e qytetarisë Shkodrës. Unë ju përshëndes, ju përcjell urimet më të mira për koalicionin Euro-Atlantik, për demokratët e vërtet nga bijat e tuaj që jetojnë në Britani, me cilën unë merrem për ditë dhe mbroj dhe kam përballë gjithmonë interesin e drejt për drejt të bijave tuaja që i keni për ditë, që i kanë sytë dhe zemrën nga Shkodra, nga Malcia, nga Shqipëria, dhe që menojnë ditë për ditë për këtë vend që e kanë lanë, për këtë Shqipni që po plaket, për këtë Shqipni që politikant e tanishëm, udhëheqësja e Partisë Socialiste, e Rilindjes, Edi Rama dhe fatkeqësisht non grata Sali Berisha i kanë vrarë shpresën. Partia Demokratike, Demokratët Euro-Atlantik është e vetmja shpresë për juve. Unë jam krenar që militoj për 10 vite në Partinë Demokratike dhe drejtoj degën e saj në Londër. Unë ka vite që jam larguar, por nga zemra Shqipërinë kur se kam harruar. Jam krenar që jam pjesë e kandidatëve të këtij koalicioni të jashtëzakonshëm, me intelektual, me shkodran, me malcur, me shqiptar të devotshëm që vend interesin shqiptar, interesin e kombit, interesin e qytetarëve përpara vetes tyre. Është kënaqësi e jashtëzakonshme të jem në skuadrën e Zotit Lulzim Basha, një politikan, një diplomat, një lider që unë do ta dëshiroja me zemër të ishte kryeministri i Mbretërisë Bashkuar, jo vetëm kryeministri i Shqipërisë. Unë jetoj për ditë me hallin e fëmijëve tuaj që keni në Britani, edhe asnjë ditë nuk e kam nda kontaktet me ju si prindër, si vëllezër, motra të fëmijëve tuaj që keni. Ata janë larguar nga keqëqeverisja, janë larguar nga Edi Rama që ktheu Shqipërinë e bëri gazi i botës në Britani në vitin 2022 me 14.500 shqiptar të ardhur në Britani me gomone. A është Shqipëria mas 28 vite, mas 34 vite, mas 35 viteve vendi i gomoneve, vendi në Evropë, ky perlë mrekullueshme Ballkanit të prodhoj vetëm emigrant edhe të prodhoj njerëz që rrezikojnë jetën e tyre duke kaluar nga Franca drejt Britanisë për një jetë më të mirë. Jo pa qëllim gazetar, diplomat, gjykat, avokat britanik më pyesin, "Mo çfarë po ndodh në Shqipëri që shihim kaq numër të madh qytetarë shqiptar që largohen? A është luftë? Kush po vritet? Ndaj kur po luftojnë?" Absolutisht jo. Ata që i detyrojnë të largohen është Edi Rama, është politika e tij e shpopullimit, tre politikët, tre këndshi i Bermudës, siç e ka quajtur vetë Zoti Basha, dhe është e vërtetë. Kemi tre politikanë që kanë uzurpuar Shqipërinë, kanë uzurpuar politikën shqiptare për 34-35 vite më radhë. Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta. Është koha për që Shqipëria të ndryshojë, është koha Shqipëria të bëhet si Evropa, është koha që Shqipëria të jetë si Britania. Sot mëngjes kur nisha më thot djali im, thot 16 vjeç, babi thot, po shkon në Shqipëri, Shqipëria ka nevojë për ty. Më thotë, shpresoj që në ditë edhe Shqipëria të jetë si Anglia. Nuk po duhet që të jetë si Anglia, por Shqipëria të jetë ajo që ka qenë, është dhe të mbetet gjithmonë. Shqipëria kombi jon, kombi qytetëruar, Shkodra, djep i qytetërimit, djep i zhvillimit i kulturës, dhe ju ftoj të gjithëve të votoni për të ardhmen. Nuk ka absolutisht asnjë dyshim në mendjen time se vetmja politik e vetmja ardhmë për Shqipërinë është Zoti Basha, koalicioni Euro-Atlantik, dhe nuk janë as Sali Berisha, as Edi Rama dhe as Ilir Meta. Mendoni mirë kur të hillni votën, për të ardhmen tuaj, për fëmijët e tuaj, që fshatrat mos braktisen, që qytetet të mos shkatërrohen, që Shqipëria të mos shuhet.
Shqipëria i ka rezistuar me vite, me shekuj, pa dyshim, gjdo rryme, gjdo pushtimi. As një pushtues nuk ja ka bërë atë një zbrazje totale si ja ka bërë politika. Është koha të nkrihemi, është koha të bashkohemi dhe të votojmë. Alternativën e keni të qartë, keni Zotin Basha, keni koalicionin Euro-Atlantik dhe ju uroj gjithë suksese, ju uroj Shkodrës suksese, Malësis, Pukës, Fushazit. Çdo të mirë, faleminderit.